Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam lesbike dhe nuk di si t'ja them partnerit. Nuk e di se si filloi një histori si kjo, por ndoshta filloi me një të vërtetë që unë kam dashur ta fsheh për shumë kohë. Unë quhem Adelina, jam 26 vjeçe dhe kam arritur në konkluzionin që jam lesbike. Në fakt e kam ditur prej vitesh, e kam djerë, e kam luftuar, e kam shtyr, por arriti një pikë që nuk mundja më. Problemi nuk është vetëm orientimi im, problemi vërtet është Arlindi, partneri im prej 2 vitesh. Djalë shumë i mirë, i qetë, i kujdesshëm, i vetmi që s'ka bërë asgjë për të merituar dhimbjen që unë do t'i shkaktoj. Dhe në fakt nuk di si t'ja them, nuk di si ta shkatroj një njeri që ka qenë vetëm i mirë me mua. Kur nisa marrëdhënien me Arlindin, isha e bindur se duhet ta provoja. E lodhur nga dyshimet e mia, nga frika se mos isha ndryshe, nga presioni i familjes që më shtynte të gjeja një djalë të mirë, dhe Arlindi ishte pikërisht ai djali. Më sillte lule kur nuk ishte një arsye specifike, më mbështeste te puna, më përqafonte me një butësi që më bënte të qaja nga faji, sepse brenda vetes diçka nuk më ndizej kurrë. Nuk ishte faji i tij, ishte i imi, ishte e imja që mbaja thellë dhe mbyllur me dru. Gjithçka ndryshoi një mbrëmje kur dola me një shoqe të re të punës, Elisën. Nuk ishte takim romantik, thjesht pije pas orarit të punës. Por ajo kishte diçka që nuk e kisha ndjerë asnjëherë. Kur më preku krahët për të më përshëndetur, trupi im u ndez. Jo sikur më përqafonte Arlindi, jo me faj, jo me frikë. Ishte një lloj qetësie dhe tensioni që e njihja, por gjithmonë e kisha shtyr. Në atë moment e pranova për herë të parë me zë të ulët brenda vetes. Unë jam lesbike dhe mjaft u fsheha. Faji më përpiu. Arlindi ishte ulur në divan duke parë një serial ndërsa unë isha në dhomë. E pash nga dera e hapur, ishte i qetë, i lumtur, i bindur se ne ishim një çift normal. Ndërsa unë qaja ngadalë që të mos më dëgjonte. Si ti thosha? Nuk është se s'më pëlqen ti, por unë nuk jam ajo që mendoj. Si t'ja shpjegoja që çdo përqafimi tim i jepte faj dhe jo lumturi. Si t'i tregoja se ai nuk është arsyeja, por që e vetmja gjë e gabuar ka qenë heshtja ime. Në atë natë, unë ndjeva e bllokuar midis 2 botëve, asaj që jam dhe asaj që po shtirem. Një ditë teksa po hanim darkë, ai më pa drejt dhe më tha: "Më dukesh e largët, ka diçka që nuk ma thua?" Ngriva, zemra më rrihte në vesh, ishte momenti ideal, por fjalët nuk dolën. I thash vetëm jam e lodhur, dhe ai më besoi. Unë e tradhtova besimin e tij për të disatën e herë. Nuk mund të vazhdoj kështu, nuk dua ta dëmtoj më shumë gjithë secilin, dhe mbi të gjitha nuk dua të jetoj më në një gënjeshtër. E dua Arlindin si njeri, po jo si partner. Duaj që ai të gjejë dikë që e dashuron vërtet dhe unë nuk jam ajo. Këtë javë kam vendosur t'i them gjithçka, me lot, me frikë, me zemër të thyer, por me sinqeritet. Kam vendosur t'i them: "Më fal që të mbajta në një marrëdhënie ku nuk isha vetvetja. Më fal që nuk e pranova më herët. Unë jam lesbike. Nuk ka të bëj me ty, ka të bëj me mua, me jetën time, me identitetin tim." Nuk e di si do reagoj, nuk e di nëse do qaj, nëse do zemërohet apo nëse do ik. Por e di që është koha për të mos jetuar më në një mashtrim. Ndoshta do dhëm, por është dhimbje e ndershme. Dhe unë për herë të parë dua të jem e ndershme me veten.